Senera Arka është mjaft aktive në territorin e Shkodrës. Punojnë përveç Akademisë të Shqipit startupe, punojnë shumë për formimin profesional të rive, në aktivitete social-kulturore, duke ftuar personazhe të ndryshme të me një potencial social-kulturor të cilët japin një kontribut në qytetin tonë dhe në zonën në qarkun tonë. Sot kemi dëshirë të fillojmë një temë së bashku që është sa sfiduese dhe aktuale edhe koherente, faktikisht, sa është meritokracia. Është një temë që na godit të gjithëve, është një temë e cila ndikon drejt për drejt në jetën tonë të përditshme dhe në faktin e kënaqësisë që ne marrim për të jetuar në vendin tonë. Mendoj që është sfida kryesore e cila nxit çndrimin apo ikjen nga një vend. Se sa kjo meritokraci zbatohet dhe përjetohet në të përditshmën tonë. Kam ardhur në orën besoj rreth orës 2:30 këtu në Shkodër dhe kam takuar deri më tani aq njerëz sa që në Tiranë kam të pamundur që t'i takoj, kam biseduar aq shumë me përmbajtje sa që në Tiranë kam të pamundur që ta bëj. Kështu që ju kam zili për ju që jeni këtu, edhe për vlerën që ka Shkodra së pari, po edhe për debatin që krijoni gjithmonë. Përpara se të vija u përpoqja që të kuptoja se çfarë ishte Arka, të them drejtën, edhe unë kam qenë pedagoge në fakultet, këtë vit nuk jap më, ka qenë puna ime e parja, me sigurt që do jetë puna ime e fundit, kur të dal nga politika, kur ta mbyll tek akademia do kthehem, dhe më bëri shumë përshtypje pjesa që Mariani shpjegoi, kurset profesionale, stimulimi i biznesit, nxitja e biznesit, edhe e lidha edhe me temën në fakt që ne do diskutonim këtu. Me të gjitha ato që kam diskutuar sot në Shkodër, meritokracia ka qenë tema kryesore. Ne kemi diskutimin e meritokracisë qoftë në partitë tona politike, e kemi diskutimin e meritokracisë qoftë në biznes, në sipërmarrje, e diskutojmë me të rinjt se çfarë rrugë karriere do ndjekin, dhe kur më pyesin të rinj, dhe edhe gjatë vitit fundit ndoshta kam takuar edhe prej ngarkesës fushatës shumë të rinj, kur më pyesin se si mund t'ja dalësh në Shqipëri me merit, unë me thënë të drejtën vetëm një shprehje më shkon mendje që kohë më parë kam lexuar një libër dhe duke u përgatitur për sot mu kujtua, be so good that they can't ignore you. Bëu aq i mirë, aq i aftë, sa që nuk të evitojnë dot. E kanë të pamundur të evitojnë. Dhe ndoshta gjatë rrugtimit ton, jo gjithmonë qëllon që të kemi rezultate pozitive, na qëllon që edhe të bijem. Por e rëndësishme është që kur ngrihesh me kokën lart. Dhe patjetër të vazhdosh në këtë investimin tënd profesional, të vazhdosh në këtë angazhimin profesional, sepse nuk ka liri më të fortë personale se sa ajo që t'jep aftësia dhe ajo që t'jep puna jote. Sigurisht që jo të gjithë individët operojnë në një vakum. Është e pamundur që pavarësisht angazhimit, formimit profesional, kontributit, po edhe për kushtimit që mund të ketë dikush, është e pamundur në qoftë se ti nuk ke një komunitet që të mbështet, sepse meritokracia nuk është në vetmi, meritokracia që të ketë vlerë është në komunitet. Dhe unë e di që sot sistemi që na rrethon dhe sistemi që ne kemi, kudo ku shkojmë, qoftë në shkollë, qoftë në administratë publike, qoftë në universitet, nuk është një sistem që i promovon vlerat, nuk është një sistem që promovon gjithmonë më të mirin. Edhe shpesh herë qëllon që edhe na dekurajon për momentin. Po kjo është një rrugë shumë e gjatë. Kjo është një rrugë e cila çdo ditë duhet të ndërtosh një tull të vogël, duhet ngresh një mur të vogël, nuk ndodh brenda ditës. Kjo ndodh shpesh herë edhe me një miratim, edhe me një mbyllje goje, duke mos folur, duke bërë një kompromis në një moment caktuar, ka më shumë rëndësi karriera apo të them të vërtetën. Kjo ndodh disa raste edhe duke marrë disa vendime të vogla, nuk ndërtohet brenda natës, ndërtohet pak nga pak. Edhe në këtë moment për mua sfida më e madhe që ka sot shoqëria shqiptare është mungesa meritokracisë. Është fakti që jo gjithmonë më i miri ja del, sepse sistemi që është ngritur fatkeqësisht nuk i promovon gjithmonë vlerat. Për këtë ndihmon media, që ka një zë shumë të fuqishëm. Është shumë e vështirë që të flasësh në parlament për ekonominë dhe të jesh lajm. Po bëre një batutë në parlament është e sigurt që je lajm. Jo gjithmonë ja vlen që të fokusohesh, ndoshta të investosh në këtë drejtim, po na fatgjat unë mendoj që nuk ka shpërblim më të mirë se sa ajo që t'jep aftësia edhe ajo që t'jep përkushtimi profesional. Së dyti, unë besoj shumë të shkallët në karrierë.
mund të jetë shumë e lodhshme, mund të arrisë shumë ngadalë, po kënaqësia profesionale që merr në fund të një rrugtimi kur i ke ngjitur vetë shkallët, nuk ka absolutisht asnjë shpërblim tjetër. Shpesh mund zgjedhin edhe rrugën e shkurtër, mund zgjedhin edhe ascensorin e karrierës, mund edhe të bëjnë kompromise. Po kompromisi që bën pastaj kthehet në një çmim për të mbajtur ty brenda në sistem, për të mbajtur në politik, për të mbajtur qoftë edhe në biznes, qoftë edhe në akademi. Prandaj është më e thjesht rruga e gjatë, është më e vështirë rruga e shkurtër. Kur e shpjegoi Mariani angazhimin tim politik më duk pak e gjatë, me thënë drejtën, se thash që nga viti 2009, kur unë kam filluar si zëvendës ministre integrimi, kanë kaluar pothuajse 16-17 vite në maj të këtij viti. Nuk kam pasur asnjë gjë, asnjëherë në karrierë që njerëzit thonin erdhi nga zero dhe arriti këtu. Po kanë qenë pak nga pak graduale. Edhe ndoshta kjo gjëja mundet shpeshherë të duket sikur është e vështirë. Po kjo gjëja të lë ty me këmbë në tokë. Edhe në sfidën e fundit që unë pata, sfidën e fundit elektorale që unë pata, unë mendoj që pikërisht kjo më ndihmoi, edhe profili që kisha krijuar më ndihmoi që të kisha një rezultat pozitiv. Jam ekonomiste me profesion, siç e tha edhe Mariani, dhe sa herë që diskutojmë dhe të paktën edhe në literaturën ekonomike, po sa herë që diskutojmë se pse një pjesë e madhe e shteteve sot falimentojnë, ose sot shumë shtete ja dalin dhe shumë të tjera nuk ja dalin, është pikërisht kjo përfshirja. Përfshirja jo vetëm në institucione, po gjithë përfshirja e cila siguron që kosto që ne ta mbajmë një të ri këtu, nuk ka lidhje vetëm me kontributin që jep në këtë moment, po ka lidhje edhe me pengesën për zhvillim nëse ky i ri është jashtë. Nuk ka fatkeqësi më të madhe se të shoh të rinj që e shohin zgjidhjen jashtë. Unë nuk kam arritur për shembull motrës time që t'ja mbush mendjen që të punoj këtu, që të jetoj dhe të kontriboj këtu. Ka qenë e pamundur që t'ja mbush mendjen. Dhe këtë dilemë kam sa herë që takoj dikë, për mua nuk ka asnjë diskutim që sigurisht është forcë karakterit që ndrosh, është forcë karakteri edhe të përballesh, është forcë karakteri edhe me vështirësitë në mënyrën se si përballesh me to, por ne duhet jemi këtu për të ofruar edhe një sistem mbrojtës. Jo vetëm shembuj që meritokracia ja vlen, po edhe një sistem mbrojtur për t'i dhënë dorën dikujt që është i ri. Në një moment që ne ndodhemi në Shqipëri, unë shoh edhe një mungesë të madhe shprese. Shoh një mungesë shprese sepse ndoshta ajo gjithmonë merita vlerësohet. Shoh një mungesë shprese sepse një pjesë e madhe të rinjve në shumë dyer që kanë trokitur i kanë gjetur ato të mbyllura. Shoh një mungesë shprese sepse fatkeqësisht politika është kthyer në një faktor i cili përcakton të ardhmen e një triu, edhe nuk duhet të jetë kjo. Politika sigurisht duhet jetë aty për të stimuluar, për të nxitur, po jo për të vendosur që dikush që ja vlen të mos ta vazhdoj rrugën e tij. Këto janë disa reflektime që unë mendoj që çdo i ri në fund të ditës bën disa llogari me veten, që çdo nën bën disa llogari për fëmijën, se si është më mirë, është rruga e shkurtër apo rruga e gjatë. Këto janë disa reflektime që sigurisht që të vinë edhe me eksperiencën, sepse jo gjithmonë diçka e jetuar vlen njësoj si diçka e thënë. Por këtu në Shkodër është mundësia dhe ekziston mundësia që shembujt e mirë, kur ne i shohim ato që janë rritur në karrierë me meritokraci, shembujt e mirë t'i vlerësojmë. Dhe ndoshta mua më tërheq edhe pak krau im politik, po ka shumë shembuj të mirë që unë do kisha dashur këtu në Shkodër t'i kisha parë që t'ishin në krye të elitës politike. Ashtu siç kemi pasur shembuj shumë të mirë që kanë ardhur nga jashtë, nga sfera e biznesit për të dhënë një kontribut. Unë e vlerësoj shumë Kliti Hotin, që nuk e dija është këtu apo jo, që ka vendosur të kontribojë nga një fushë tjetër, ashtu siç vlerësoj shumë dhe Tedin, që është ulur me modesti atje në fund, i cili çdo ditë përplaset, përballet ndoshta me një realitet që është i vështirë, po është shenjë karakteri pikërisht që të jesh këtu, të përballesh edhe t'ja dalësh me forcat e tua. Nuk është e lehtë, është e vështirë, por mendoj që këto shembujt e mirë ne duhet së pari t'i promovojmë dhe së dyti t'i japim një dorë. Sa herë që duhet na pyesin, duhet na përfshin në vendime në një parti politike, sepse ne këtu bëhet fjala për politikë dhe unë eksperiencën time në politikë jap, unë besoj që ne s'duhet kemi asnjë hezitim
po të mbështesim këto rastet që janë ngritur vetë në këmbë, kanë ecur me këmbët e veta dhe ne duhet vetëm t'i ndihmojmë pak që të fluturojnë. Dua ta mbyll duke thënë vetëm atë që e nisa në fillim. Nuk ka formë më të fortë lirisë personale se aftësia. Prandaj angazhimi profesional, angazhimi sigurisht akademik, por dhe eksperienca që t'jep ky formim profesional, që në hapat e para kur del në karrierë, dhe mënyra se si ti përballesh me atë, besojnë që krijojnë njerëz të fortë në të ardhmen. Kaloni dhe keni kaluar një sfidë që është shumë e madhe. Pjesa që meritokracia në dete nuk lën shumë hapësirë për personat që kanë aftësi, që i kanë për të dhënë dhe që e meritojnë për të qenë. Për fatin e keq, realitetin që ne jetojmë sot, ka më përparësi jo meritokracia në gjitha që po ndodhin sot. Ju thashë me kot sfida që ju patët me zgjedhjet aktuale ishte ju e këndshme nga një anë, mund ta quaj kështu. Nuk keni vetë që keni të sfida të pakëndshme, i kanë edhe miqton që jo thotë emrin Tedi etj. Ku sfida është jo vetëm jashtë partisë, por është më madhe brenda partisë. Dhe keni rezistuar gjitha valeve, dallgëve që kanë ardhur deri tani. Dhe ajo që të përgëzoj është në të gjitha ndërhyrjet tuaja keni qenë shumë koherente. Keni ndërhyrë, keni qenë koncize, nuk e keni zgjatur diskutimin, keni dashur të shkruani tek objektivi që ka qenë ai diskutimi. Pjesa që më zgjenin shumë ndoshta me pjesën tjetër të kolegëve tuaj në këtë rast, në parlament të cilët shumë herë bajnë zhurmë dhe nuk e kuptoj a janë për të ngritur një kaos apo janë për ta kaluar atë kaosën për cilën duke luftuar në parlament. Dhe sinqerisht këtë pjesë kompliment sepse keni qenë gjithmonë një luftëtare e kaosës. Realisht ka kanë që kanë pa karrierën tuaj ecje politike. Dhe nuk keni bërë shumë kompromise. Ishte fushata elektorale, unë fola shumë për këtë vendimin. Kisha një moment që mendova që dua të tërhiqem, sepse nuk më dukej e drejtë. Edhe sot nuk më duket e drejtë që duhet të përballesha në një listë hapur dhe më thënë drejtën isha i vetmi ndër të vetmit persona politik në Partinë Demokratike që isha në një listë hapur. Pastaj vendosa dhe thash, unë kam mundësi boll të ankohem, kam edhe mundësi edhe të them që ma punuan kështu, ose kam mundësi që të ngrihem dhe të luftoj. Edhe unë ngrita dhe luftova. Në fakt ka qenë e vetmja herë në karrierën time që unë kam punuar për veten. Kush është në një parti politike e di që ne angazhohemi për partinë, kërkojmë vota për partinë, dhe kjo ishte hera e vetme që unë dola me emrin tim. Mund edhe të mos kisha dalë deputete. Nuk është fundi botës se jam apo se jam unë deputete. Por për mua ishte një betejë e rëndësishme, ishte edhe një betejë për të treguar që një figurë në politik as nuk humb brenda ditës, as nuk fitohet brenda ditës. Profili ndërtohet në vite. Dhe unë besoj që më ndihmoi fakti që kisha folur për ekonominë në vite, kisha punuar me disa kauza në vite, nuk ishte e thjeshtë. Unë do kisha pritur sigurisht që disa kolegë ndoshta edhe të më kishin mbështetur, dhe të kishin folur. Disa e bën, disa nuk e bën. Në politikë është e vështirë që të kesh miq. Ti ke koleg, ti ke bashkëpunëtor, ti ke njerëz që punon, që ndan sfida, dhe unë të them të drejtën, ne të Shqipërisë Mesme jemi çik më emocional se ju, por me thënë të drejtën unë pjesën e betejës së Partisë Demokratike e kam vuajtur. E kam vuajtur edhe për atë perceptim që ne jepnim për njerëzit. E kam vuajtur edhe në kuptimin e një beteje që duhet kishte qenë e brendshme, por në fakt u bë e jashtme dhe që na dëmtoi. Po nëse ka pasur diçka që e kam besuar atëherë dhe e besoj tani është që së pari njëherë nuk ka parti më të mirë politike se Partia Demokratike, me gjithë të mira dhe të këqija tona. Dhe jo vetëm për arsyet që është krijuar, por edhe për shumë arritje që i ka dhënë Shqipërisë. Shkodrës do filloni nga viti tjetër ta shikoni se si do ta bëj. Ndërkohë që kisha sfidën me vete, edhe të një 4 vjeçari që ndoshta mund ta kishim përdor më mirë. Jo në betejën tonë brendshme, por me kundërshtaren. Partia Demokratike në vetvete unë shoh një defekt. Shoh defekt me punën tonë të përditshme. Nëse Partia Socialiste ka futur ca të ri brenda xhirit saj, për cilët mund të kemë edhe shumë për kundër pastaj për nivelin intelektual të tyre, okay? Sepse ngaherë mund të jenë fymje të trive që janë jashtë asaj salle.
Pra ma ka ba një provë, nuk ku disa tri brenda. Tek Partia Demokratike këtë shoh shumë keq. Nuk është kalcim total. Por, unë e vlerësoj pjesën pozitive që mund shihet brenda. Pra nuk ka një lirishmëri që të rinj të hyjnë dhe të bëjnë karrierë. Pra ty përgjigja parë ju sepse keni hyrë re dhe jeni akoma re për tek kësaj, por jeni kryesuar shumë fort. Megjithash shpadat dhe shtymjet që ju bëhen rrugës. Është shumë e vështirë në një parti politike në opozit të promovosh karriera. Kur je në qeverisje është shumë e thjeshtë të promovosh karriera, sepse ke mundësi të shumë opsioneve në qeverisje. Ndërkohë që në opozit hapësirat ato janë. Hapësirat janë më të kufizuara dhe ke të vështirë që dikë direkte ta marrësh dhe ta çosh në parlament. Nuk po them që modeli i Partisë Socialiste është i keq, po ai model për mua ka sjell uljen e cilësisë debatit parlamentar. Ky është mandati im i 4 në parlament, unë nuk ndihem ndonjëherë kaq keq sa që jam ndier këto vite në debat parlamentar. Debatoja me Shkëlqim Canin në mandatin tim të parë për ekonominë, sot nuk kam me këtë debatoj. Nuk është ky modeli më i mirë, nuk e marr dot si referencë Partinë Socialiste për model të mirë promovimit në politikë. A ka vështirësi Partia Demokratike? Patjetër që ka vështirësi. A duhet t'i promovojmë ne më shumë të rinj? Patjetër, dhe sa herë që të ke mundësi, unë do ta bëj ashtu siç ma kanë shtrirë mua dorën në fillimet e mia. Po për referencë Partinë Socialiste për promovim nuk e marr dot, se nuk kanë asnjë standard, as meritokracie, as përfaqësim. Janë duke bërë, po ajo modeli që kanë ndjekur për mua e ka ulur cilësinë e politikbërjes. Ndërkohë që ne duhet mësojmë më shumë se si të investojmë tek njerëzit që me të vërtetë ja vlejnë. Një pjesë e madhe e individëve, unë i njoh që fëmijë që të vegjël me Partinë Demokratike me vërtet besojnë tek këto ideale. Dhe ti imagjino që të kesh një grup të rinj që janë me ty pas një kush, pas një kompromis për 14 vite në opozit. Atëherë këto njerëz me vërtet ja vlejnë. Ky është boshti jon, këtu duhet investojmë ne. Ka ardhur koha që Partia Demokratike të ketë një transformim brezash. Dhe unë jam optimiste sepse brezi që vjen më pas është me të vërtet shumë i mirë. Duhet të ngjisim shkallët e karrierës me kujdes, por edhe në këtë shkallë të karrierës të mos hasim pengesat të panevojshme, edhe pse patjetër këto mund të na bëjnë të fortë, por duke qenë se jemi një familje e madhe ashtu siç proklamohet, pse të mos ndihmojmë njëri tjetrin për të ngjitur këtë shkallë. Dhe mendoj se kjo është një pikpamje e cila është edhe pra në përditshmëri, është edhe në momentin kur e provon partinë brenda. Patjetër shqetësimi im është në rast se tashmë deputeti apo politikani do të jetë vetëm zotues i fjalës, pra sepse një politikan është një mjeshtër i fjalës, a duhet kemi më shumë zotues të veprave? Pra, në politikë, a duhet kemi më shumë zotues të veprave? Këto janë disa nga pikpyetjet që unë si re, po gjithashtu edhe si e përfshihet tashmë në politika. Politika nuk është ajo që thua, politika është ajo që bën. Neve mund të kujtojmë se njerëzit e kanë memorien e shkurtër, po njerëzit mbajnë mend. Mbajnë mend se si i ke trajtuar kur kanë pas nevojë, ja ke hapur apo jo derën, se si i ke trajtuar kur janë keq, janë disa gjëra të cilët në mos sot nesër do të shpërblehen. Dhe unë mendoj që politika sado që ta tregosh ajo është me shembull. Nuk e thua dot. Duhet ta tregosh vetë me shembull, duhet t'i mbështesësh vetë të rinj, t'i hapësh vetë rrugën të rinjve që të besojnë. Ne kemi qenë duke bërë këto diskutime, këtu ka disa zonja që janë nga Partia Demokratike, që kemi qenë duke bërë disa diskutime të ngjashme, në fakt, me këto që po thua ti dhe me këto sfida që po thua ti. Partia nuk ka pse të jetë monopoli askujt. Në parti duhet ta përcaktoj vota. Nuk ka asnjë tregues tjetër përveç votës. Dhe vota është orientimi më i mirë, është edhe treguesi më i mirë edhe i punës. Jo gjithmonë qëllon që puna që bën t'japi edhe kënaqësi, po edhe t'japi rezultate. Po e rëndësishme është që në atë qëllim tëndin të kesh vetëm një objektiv final. Dhe unë besoj që objektivi final për secilin prej nesh në politik duhet jetë e mira publike. Çfarë kontributi jap unë për të mirën publike? Edhe partitë politike për të mirën publike kanë kontributin në fund të ditës. Si mund të ndryshojmë në partitë politike? Unë e kam provuar edhe të flas nga jashtë. Kam provuar edhe kritikat e mia i kam thënë. Më kujtoi Senati këtu që kam bërë një intervistë në Shkodra para 3 vitesh, mos gaboj Senat, kam dhënë një leksion të hapur dhe kisha edhe mediat, ka qenë një moment kritik në Partinë Demokratike, po kam vendosur që punën time dhe kontributin tim të jap nga brenda partisë.
është shumë e thjesht kritikosh nga jashtë, sa e thjesht është bësh opozitë, edhe opozitë në opozitë është akoma dhe më e thjesht. Po mënyra më e mirë është që t'i ndryshojmë partitë tona politike nga brenda. Ka bollë forume, ka plot hapësira, ka shumë mundësi se ku kjo mund të ndodhë. Se pastaj nëse largohesh ti, nëse largohet Tedi, Steveni me radhë, atëherë nuk ka pse ta ankohemi. Nesër nëse partitë politike kthehen në institucione që ndoshta nuk reflektojnë edhe vullnetin e anëtarëve të tyre. Sa demokratik është kodi zgjedhor? Së parë njëherë, kodi zgjedhor nuk është përfaqësues, nuk të lejon që të zgjedhësh përfaqësuesit më të mirë. Ka një tolerancë shumë të vogël në Shkodër në këtë vit juve keni zgjedhur vetëm një përfaqësues. Pjesën tjetër përfaqësuesve janë zgjedhur nga drejtimi i partisë. Edhe në Tiranë është zgjedhur një përfaqësues, në Durrës një përfaqësues. Unë të them të drejtën jam për votimin e drejtë për drejtë, sistemi magjoritar për mua ka qenë një nga sistemet më të mira. Kam hyrë në politikë në momentin kur u ndryshua, u kalua nga një sistem magjoritar në një sistem proporcional me listë dhe e kam parë se sa e vështirë është që së pari të bësh fushat, të bindësh qytetarët dhe së dyti se sa e vështirë është që të ndjekësh edhe interesin e zonës elektorale. Sistemi që ne sot kemi, së pari të penalizon, së dyti ka hequr elementin e zgjedhjes të demokracisë direkte dhe së treti është shumë e vështirë që të fitosh në një listë të hapur në një qark si Shkodra, në një qark si Tirana, sepse praktikisht duhet i drejtohesh, unë ju drejtova 1 milion votuesve, Shkodra ju drejtua të gjithë qarkut të Shkodrës, shtuar kjo edhe diasporën. Është sikur ta marrësh një zog, ta hedhësh aty në lumë dhe thuaj dil vet, ngriu vet dhe noto vet. Ndryshimet nga viti 2009 e këtej në kod për mua kanë qenë negative, pejorative në përkeqësim gjithmonë më shumë. Nëse do isha për një listë, atëherë do isha për një listë totalisht hapur, që do të thotë që kushdo duhet kandidonte, mos kishte asnjë pjesë të mbrojtur të privilegjuar. Nëse unë kisha kur takoja votues dhe qytetarë në këtë fushat ishte po unë dua të votoj ty, po unë nuk e dia shkon ti do në parlament apo jo. Ne duhet të sigurohemi që të kemi një demokraci direkte. Dhe kjo nuk ka lidhje as me procesin e integrimit, nuk ka lidhje me asnjë detyrim, është një vendim sovran i vendit. Po demokracia direkte është të bën edhe më të përgjegjës, të bën edhe më të përgjegjshëm ndaj votuesve, të bën edhe më aktiv për zonën tënde elektorale. Sot, po t'i pyesësh deputetët kush është zona jote elektorale, ne mund të kemi një zonë që e ka ndjekur secili gjatë fushatës, po duke qenë se nuk të ka votuar direkt votuesi, ke një përgjegjësi tjetër. Pse mendoni që në politik nuk ka shoqëni, ka vetëm koleg? Ndoshta është shumë e vjegjër si pyetje, po të doja me pas shoqëni, sepse tu ndërtu një diçka të madhe që është e ardhmja e qytetit, e shtetit, ardhmja fëmijëve tonë. Sepse ata një pyetje, ata një koment bukur, motra nuk më gjen për marrë, si nuk më gjen mua djali për marrë. Çfarë duhet për me bëj që marrë? Në fakt, figura e politikanit dhe parlamenti janë dy nga institucionet më pak të besuara në Shqipëri. Edhe kemi fajin neve për këtë, nuk e ka fajin askush tjetër. E kemi ne fajin për cilësinë e debatit që prodhon parlamenti, për ofertën politike që ka parlamenti dhe këtu nuk i referohem opozitës sepse të them të drejtën në përfaqësim opozita është shumë herë më lart nga pikpamja e cilësisë së debatit. Por edhe retorika verbale ndaj njëri tjetrit. Ne i themi që të gjithëve je hajdut, je i korruptuar dhe kjo ja ka ulur pak vlerën dhe i ka bërë parlamentin jo një institucion shumë të besuar, edhe politikën jo si një zgjidhje për qytetarët, ndërkohë që duhet ishte komplet e kundërta. Unë nuk po them që qytetarët duhet na besojnë neve a priori, pa bërë absolutisht asgjë. Duhet ta ndërtojmë ne, duhet ta rrisim ne, ashtu siç e diskutuam pak më përpara me shembull. Duhet japim shembull ne se si mundet ta përdorim politikën për mirë, dhe jo gjithmonë e kemi përdorur për mirë. Fatkeqësisht nuk e kemi përdorur për mirë. Unë kam shumë besim që këtu në Shkodër është komplet ndryshe dhe realiteti atje në Tiranë është komplet ndryshe. Kështu që prove me wrong është sugjerimi im. Jo thot Arta, nuk është dhe aq ndryshe. Për sa i përket pjesës së dytë të diskutimit. Sa herë të ka qelluar që
këto kohë të fundit, për shembull, që kemi qenë në një ambient publik edhe kemi mbrojt njëri tjetrin. Kanë sulmu një kolegë dhe është ngrit një kolegë tjetër edhe ka thënë jo, e ke gabim. Ndonjëherë edhe mund t'i bëhet qefi në njërit, se po na sulmon kundërshtari. Nuk e shoh këtë harmoni dhe këtë sintoni. E thash pak më përpara për meritokracinë, e them edhe për politikën. Askush nga ne nuk ka kuptim vetëm. Sa askush nuk i duhet çfarë vlerë shtuar ka Jorita, ka Kliti, ka Irena, ka Irma, ka Emilia. Ne na duhet që të funksionojmë si ekip. Dhe që të funksionojmë si ekip ne duhet patjetër që ta ngrem këtë sistemin. Unë edhe si grua, në fakt, nuk kam parë ndonjëherë në parlament që kur sulmohet një grua dali dikush nga kauë tjetër politik edhe të thotë që prit se e ke gabim. Nuk e kam parë këtë që të ndodhi as mes kolegëve. Fatkeqësisht, ky është realiteti. Po të them edhe një herë prove me wrong se këtu jemi, ke 4 vite të gjata përpara dhe do e shohësh. Unë ju falenderoj për praninë tuaj sot këtu, ishte vërtet kënaqësi. Të dëgjoni të diskutojmë së bashku të temat që ne kena për zemër në përditshmën tonë, por sidomos të tema kyçe që ishte meritokracia e të rive.